Zbulohet receta që zbardhë dhëmbët në kohë rekord, jashtë ta përgatisni. Kontrollet e dentistit janë të preferueshme në mënyrë që të keni dhëmbë sa më të bardhë, por kontrollet e shpeshta mund t'ju kushtojnë qindra euro përderisa ekzistojnë preparate shtëpiake të cilat ua zbardhin dhëmbët dhe I bëjnë ato të duken mahnitës. Krejt çka ju duhet për dhëmbë të bardhë është një lëvore e qëruar e bananes, një brush dhe një pastë dhëmbësh. Fillimisht pastroni apo fshini anën e butë të lëvores në dhëmbët tuaj. Mundoni të mbani larg mishin e gojës si edhe buzët nga pasta për 10 minuta. Pasi të afrohet koha e duhur, merrni një brush të dhëmbëve dhe aplikoni pastën përreth dhëmbëve tuaj. Pastaj duhet të lani dhëmbët ashtu siç ju bëni zakonisht, me pastë të dhëmbëve dhe ujë për të hequr pastën e krijuar me banane. Këtë gjë praktikoni të paktën një herë në 2 javë dhe do të shikoni rezultate në dhëmbët tuaj.